Askush nuk e din sepse po shkojmë zgjedhje. As unë nuk di me ta dhënë përgjigjen, për shkak se nuk po din as vet politik bërësit e Kosovës. Pse po shkojmë në zgjedhje? Deri më tani nuk e kam vrejt që ka një qartësi se cili është qëllimi, përpos asaj që kurti e quan Republika e Tretë. Ndoshta implementimi i projektit të tij Republika e Tretë. T'ju them drejtën, kur e dëgjoj në termin Republike e Tretë, e shoh pak si me frikë, për shkak se Republike e Tretë është quajtur edhe Gjermania naciste. Sikur që e dini. Republika e Weimarit, pastaj tjetra, pastaj Republika e Tretë, të cilën e ka bërë. Edhe gjithmonë këto fara sloganet, Republika e Tretë, apo këto fara sulmet të cilat bëhen, ndaj gjykatës, ndaj mediave, ndaj njerëzve, linçimeve me qëllim të implementimit të projektit që ai mund ta quajë Republika e Tretë, ndoshta ky është qëllimi, por problemi është që ne nuk e dim se çka i bie që kjo Republika e Tretë në mendjen e Zotit Kurti.